Ky është horoskopi për datën 22 mars 2026 e diel. Faleminderit që na ndiqni dhe ju uroj një fundjavë të mbarë të këndshme. Dashi. Energjia e kësaj të diele për ty nuk vjen si shpërthimi menjëhershëm, por një shtysë e qetë që të fton të reflektosh mbi mënyrën se si menaxhon burimet e tua. Në aspektin financiar është momenti të rishikosh shpenzimet që janë bërë zakon pa u vënë re. Mund të kuptosh se disa prej tyre nuk janë më të nevojshme. Edhe pse është fundjavë, një ide e re për punën mund të vijë papritur dhe do të ishte mirë ta shënoni menjëherë. Në marrëdhënie, çiftet do të ndjejnë nevojën për më shumë hapësirë personale, jo si largim nga partnerja, por partnerja për një mënyrë për të ruajtur balancën. Beqarët ndjehen të tërhequr nga dikush që nuk e kanë konsideruar më parë, ndoshta një njohje e vjetër që shfaqet në një dritë të re. Shëndeti kërkon kujdes ndaj lodhjes mendore. Shmangni ekranet dhe provoni të dilni një shëtitje në natyrë. Një këshill praktike për dashin sot është të mos e mbush ditën me plane të shumta. Lini hapësirë për spontanitet dhe mos e teproni me kafet në orar të vona të pasdites. Demi. Kjo e diel të vendos në një ritëm më të ngadalt, por shumë më të thellë, çka do të thotë se mund të ndjesh një nevojë për stabilitet. Në aspektin e parave, kjo nevojë të shtyn të mendosh për investime afatgjata, edhe nëse janë investime të vogla. Në aspektin profesional, edhe pse nuk është ditë pune, mendja jote ende do të jetë aktive dhe do të gjejë zgjedhje për një çështje që e ka shqetësuar prej kohësh. Në marrëdhënie, çiftet do të ndihen më të afërt përmes gjesteve të thjeshta, një darkë e përgatitur në shtëpi ose një bisedë sinqerte dhe pa shpërqendrime. Beqarët kanë një energji tërheqëse sot, por duhet të jenë të kujdesshëm të mos e idealizojnë dikë që sapo kanë njohur. Shëndeti lidhet ngushtë me ushqimin. Shmangni ushqimet e rënda në mbrëmje dhe pini më shumë ujë gjatë ditës. Një këshill e vlefshme është të mos e shtyni gjumin për arsye të kota, pasi trupi juaj sot ka nevojë shumë për rigjenerim. Binjakët. Për binjakët, kjo ditë vjen me një ndjenjë lëvizjeje të brendshme, edhe nëse fizikisht qëndroni në një vend. Në financa mund të marrësh një informacion të vlefshëm nga një bisedë e rastësishme që do të ndikojë në vendimet e tua të ardhshme me paratë. Një ide kreative mund të marrë formë më konkrete, ndaj mos e shpërfill si diçka kalimtare. Në marrëdhënie, çiftet përfitojnë nga komunikimi i hapur dhe pa doreza. Një temë e lënë pezull mund të sqarohet sot pa tensione të panevojshme. Beqarët tërhiqen nga dikush që i sfidon intelektualisht, por duhet të jenë të kujdesshëm të mos hyjnë në lojra mendore të panevojshme. Shëndeti lidhet me ritmin e ditës. Shmang stimulimin në mbrëmje dhe provo të lexosh diçka qetësuese para gjumit. Një këshill praktike për binjakët është të organizoni kohën duke lënë hapësira të vogla pushimi mes aktiviteteve, pasi kjo do të rrisë përqendrimin tuaj dhe do t'ju japë qartësi në gjërat që doni të bëni në ditët në vijim. Gaforja. Kjo e diel sjell një ndjeshmëri më të thellë ndaj ambientit dhe njerëzve përreth. Në financa mund të ndjeni nevojën të kurseni më shumë, jo nga frika, por nga dëshira për më tepër siguri. Një mendim i ri për një projekt personal do t'ju motivojë për javën që vjen. Në marrëdhënie, çiftet do të ndihen më të lidhur emocionalisht, por duhet të ndajnë kujtimet e tyre më të ëmbla dhe planet që kanë së bashku për të ardhmen. Beqarët ndihen pak të rezervuar, por një njohje e re mund të vijë në një moment të papritur. Shëndeti kërkon vëmendje ndaj gjendjes suaj emocionale, shmangni izolimin dhe kërkoni kontakt me njerëz që ju bëjnë të ndiheni mirë. Një këshill për ju është të mos e kaloni ditën duke menduar për të kaluarën, por t'i fokusoni energjitë dhe mendimet tek ajo që mund të ndërtoni sot. Shmangni qëndrimin deri vonë në zgjuar dhe krijoni një rutinë të qetë e më të qëndrueshme në mbrëmje. Mos e shpërfillni intuitën dhe mos e mbingarkoni mendjen me informacione. Luani. Kjo e diel të fton të ulësh ritmin dhe të vëzhgosh me kujdes gjithçka që ndodh rreth teje, duke të dhënë mundësinë të kuptosh më qartë ku duhet ta investosh energjinë tënde. Në aspektin financiar do të kuptosh se disa shpenzime që i ke konsideruar të domosdoshme janë në fakt të evitueshme dhe kjo të ndihmon të krijosh një ndjenjë të fortë kontrolli mbi paratë tua. Mendja jote kreative nuk pushon dhe një ide që lidhet me një projekt personal ose në punë do të marrë formë konkrete.
Në marrëdhënie nëse je në çift, sot është momenti ta dëgjosh më shumë partnerin dhe jo të udhëheqësh. Një bisedë e qetë sill një afrim më të madh emocional. Nëse je beqar, vëmendja që tërheq është e natyrshme, por duhet të mos nxitohesh me krijimin e pritshmërive. Në aspektin e shëndetit, trupi kërkon balans mes aktivitetit dhe pushimit. Një ecje në ajër të pastër ose aktiviteti i lehtë fizik do të bëjë mirë. Shmangni garkesën me plane dhe mos konsumo shumë kafe pas mesditës që të kesh një gjumë të qetë në mbrëmje. Virgjëresha. Për ty kjo e diel është mundësi të riorganizosh jo vetëm ambientin përreth apo shtëpinë, por edhe mendimet dhe prioritetet që ke përpara. Në financa, një analizë më e thellë të ardhurave dhe shpenzimeve do të ndihmojë të gjesh mënyra si të kursesh, pa që nevoja të bësh sakrifica të mëdha. Edhe pse nuk jeni aktiv në punë sot, planifikimi që bëni do t'ju jap avantazh të dukshëm gjatë javës, sidomos nëse përqendroheni tek detajet që ndonjëherë lini pas dore. Në marrëdhënie nëse jeni në çift, një bisedë e hapur sjell më shumë qartësi dhe do ta forcojë besimin tek njëri tjetri. Nëse jeni beqar, do të tërhiqeni nga dikush që ndan të njëjtat vlera dhe prakticitet e mënyrë të menduarit si ju. Në shëndet, rutina do të jetë çelësi. Përpiquni të mos ndryshoni oraret e gjumit dhe shmangni ushqimet e rënda në mbrëmje. Mos e mbushni ditën me detyra të vogla pa rëndësi, por fokusohuni tek ato që ju japin ndjesinë e përmbushjes. Peshorja. Energjia e ditës të shtyn të kërkosh bukuri dhe harmoni në çdo detaj të vogël të jetës tënde të përditshme. Në financa mund të ndiheni të tunduar të shpenzoni për gjëra që ju japin kënaqësi estetike, por do të ishte më e mençur të vendosni kufi të qartë që të ruani ekuilibrin e parave. Një ide bashkëpunimi mund të lindë sot nga një bisedë thjeshtë dhe ka potencial për të ardhmen. Në marrëdhënie nëse je në çift, është një ditë e mirë të kalosh kohë cilësore me partnerin, duke shmangur shpërqendrimet si telefoni apo rrjetet sociale. Nëse je beqar, mund të tërhiqesh nga dikush që ka një energji të qetë dhe të rafinuar. Në aspektin e shëndetit, është e rëndësishme të ruani balancën mes aktivitetit dhe pushimit. Mos qëndroni për orë të gjata ulur. Një këshill praktike për peshore sot është të mos përpiqeni të kënaqni të gjithë, por të dëgjoni më shumë intuitën dhe nevojat tuaja. Akrepi. Kjo e diel të jep mundësinë të reflektosh në thellësi mbi zgjedhjet që ke bërë kohët e fundit dhe të kuptosh çfarë duhet të ndryshosh për të ecur përpara. Në financa është momenti shumë i mirë për të menduar me strategji afatgjata dhe të shmangësh vendimet impulsive. Në punë, një ide që të ka ardhur më parë nis të marrë një formë të qartë dhe të jep një ndjesi drejtimi. Në marrëdhënie nëse je në çift, është e rëndësishme të ndërtosh besim përmes komunikimit të hapur dhe të shmangësh dyshimet e panevojshme. Nëse jeni beqar, mund të përjetoni një tërheqje të fortë ndaj dikujt, por nuk është mirë të nxitoheni. Merrini gjërat me qetësi dhe përpiquni ta njihni mirë personin. Në shëndet, kujdesoni për mirëqenien tuaj emocionale. Pak kohë vetëm mund t'ju ndihmojë të rikuperoni energjitë. Këshilla e ditës për akrepin është të mos mbani brenda ndjenja që duhet të shprehen, pasi kjo qartësi do t'ju çlirojë. Shiqetari. Kjo ditë të shtyn të kërkosh diçka ndryshe nga rutina jote e zakonshme, qoftë edhe përmes një ndryshimi të vogël në aktivitetet e tua. Në financa mund të mendosh për mënyra të reja se si të rritesh të ardhurat, ndoshta duke eksploruar një ide që lidhet me pasionet e tua. Në aspektin profesional, një frymëzim i papritur mund t'ju jap një drejtim të ri për projektet tuaja të ardhshme. Në marrëdhënie, nëse jeni në çift, një aktivitet i përbashkët jashtë rutinës sjell freski dhe afrim. Ju ndiheni më mirë kur bëni plane së bashku. Nëse jeni beqar, mund të njihni dikë përmes një interesi të përbashkët ose një aktiviteti spontan. Në shëndet, trupi yt kërkon më shumë lëvizje. Shmang qëndrimin e gjatë në një vend dhe provo të dalësh në ajër të pastër. Këshilla është të mos e shpërndash energjinë në shumë drejtime njëkohësisht, por të fokusohesh tek ajo që ka më shumë kuptim dhe rëndësi për ty. Vricjapi. Energjia e kësaj të diele të shtyn të reflektosh mbi rrugën që ke ndjekur dhe të vendosësh baza më të forta për të ardhmen. Në financa, një qasje e kujdesshme dhe e mirë menduar do të ndihmojë të ruash stabilitetin dhe të shmangësh rreziqet e panevojshme me paratë. Organizimi që bën sot mund të japë një ndjesi kontrolli dhe të ndihmojë të fillosh javën me më shumë qartësi. Në marrëdhënie, nëse je në çift,
Është shumë e rëndësishme të gjesh kohë për partnerin, pa u fokusuar vetëm tek përgjegjësitë që ke. Nëse je beqar, mund të tërhiqesh nga dikush që ka shumë ambicie dhe duket i qëndrueshëm. Në shëndet, është thelbësore të mos neglizhosh pushimin. Trupi yt ka nevojë konstante për rikuperim. Një këshill është të mos e marrësh gjithçka mbi vete, por të kërkosh ndihmë kur është e nevojshme apo edhe të delegosh disa detyra. Ujori. Kjo e diel për ujorin sjell një val idesh të reja dhe një dëshirë që t'i bësh gjërat ndryshe nga zakonisht. Në financa mund të mendosh për mënyra alternative se si të menaxhosh më mirë të ardhurat e tua ose të krijosh burime të reja parash. Në punë, kreativiteti yt ka qenë në kulm në nivele të larta këtë javë, prandaj edhe gjatë fundjavës mund të mendosh për të. Një ide e pazakont mund të rezultojë shumë e vlefshme gjatë javës që vjen. Në marrëdhënie, nëse je në çift, hapja ndaj ndryshimeve dhe fleksibiliteti do ta forcojë më shumë lidhjen tuaj. Nëse je beqar, mund të tërhiqesh nga dikush që të sfidon mendërisht dhe të sjellë një perspektivë të re. Sa i përket shëndetit, duhet të kujdesesh për balancën mendore. Shmang mbi ngarkesën me informacione dhe merr kohë vetëm për shqetësi. Këshilla është të dëgjosh intuitën tënde dhe të mos e nënvlerësosh atë, pasi shpeshherë bëhet udhërrëfyesi yt më i saktë. Peshqit. Kjo e diel të fton të lidhesh më shumë me botën tënde të brendshme dhe të reflektosh mbi atë që të bën vërtet të ndihesh mirë. Në aspektin e financave është momenti të vendosësh prioritete dhe përpiqesh të shmangësh shpenzimet impulsive. Një ide kreative nis të marrë formë në mënyrë të natyrshme, jepi vetes hapësirën për të menduar dhe për të mbajtur shënim këto ide. Në marrëdhënie, nëse je në çift, një bisedë e ndjerë dhe e sinqertë do t'ju sjellë më shumë afërsi. Një gjest i vogël apo një dhuratë e sinqertë ka më shumë rëndësi se sa mendoni. Nëse je beqar, mund të njohësh dikë që të kupton në nivel të thellë emocional. Sa i përket shëndetit, mirëqenia shpirtërore do të jetë kyç për ju. Aktivitete si meditimi apo një shëtitje që do t'ju ndihmojnë të rivendosni balancën emocionale. Një këshill është të shmangni qëndrimin deri vonë zgjuar dhe të krijoni një rutinë të qëndrueshme për gjumin, në mënyrë që ta nisni javën me më shumë energji. Të ndjekur horoskopin e ditës së sotme, shikoni video tona të rubrikës Horoskopi Ditor. Faleminderit që na ndiqni. Bëni like, share dhe subscribe.